Por të lutem, që nga momenti që ka dalë betonierja, do të flasim pak këtu për pjesën e sinjalistikës, nëse ka munguar apo jo, pra për të theksuar edhe njerë, sepse distanca nga dalja në rrugë kryesore dhe aq sa ka ecur, është e pakët 30 apo 50 metra, apo jo, një kohë shumë e shkurtër kjo, kur bëhet fjalë për një rrugë kryesore. Këtu duat të shndrojmë pak për ta sqaruar edhe njerë, të lutem. Po nësida e gjithë aksi rrugor ku ka ndodhur aksidenti, është një aks rrugor i cili nuk ka ndriçim. Policia po heton nëse betonierë në pjesën e pasme ka pasur sinjalistik, pra ka pasur stopa, pasi po heton edhe mundësia që të rinjt mund të mos kenë parë lëvizjen e betonierës, pra futjen e betonierës nga pika e betonit në rrugën kryesore, dhe kjo është e pista kryesore, të rinjt nuk mund të kenë parë pra momentin që betonierja është futur në rrugën kryesore dhe e gjithë zona, pra nga momenti që betoniera është futur në rrugën kryesore dhe deri sa ka lëvizur rreth 20-30 metra, nuk ka ndriçim, nuk ka ndriçim dhe për këtë arsye po hetohet dhe pista që të rinj mund të mos kenë parë lëvizjen e betonierës dhe duke lëvizur me shpejtësi, pasi është një rrugë e drejtë ku automjetet lëvizin me shpejtësi mbi 80 km/h dhe gjatë kohës që po raportojmë shohim që makinat lëvizin me shpejtësi mbi 80 km/h, pasi është një rrugë e drejtë dhe në momentin që ka ndodhur dhe ngjarja në mbrëmjen e dieshme, nuk ka pasur patrullime të policisë rrugore, por ka qenë një patrullë e rendit e zakonshme, e cila e ka dëgjuar përplasjen, ka qenë rreth 1 kilometër larg dhe më pas ka mbërritur në vendin e ngjarjes, duke parë atë ngjarje të rëndë tragjike ku 4 të rinj humbën jetën si pasojë e përfshirjes nga zjarri të automjetit. Ende po hetohen shkaqe sepse automjeti ka marrë flag, por dy janë shkaqet kryesore, përplasja e fortë me betonierën dhe makina ishte me impiant gazi. E kuptoj. Igli, edhe diçka të fundit, sepse nga informacionet e një pasnjëshme që sjell në redaksi, thekson edhe faktin që trupat janë nxjerrë me vështirësi nga automjeti apo nga ajo çka po mbetej nga automjeti sepse ishte i gjithi në flak, apo jo? Po, është vërtet, Nisida fillimisht sapo ka mbërritur patrulla e cila ka qenë duke patrulluar në zonë, ka parë aksidentin e rënd, ka lajmëruar policinë rrugore, po ashtu edhe shërbimi zjarfikës të fushkrues dhe më pas të Tiranës, pasi shërbimi zjarfikës i fushkrues e ka pasur teje të vështirë për të hapur dyert e automjetit, pasi ishte përfshirë i tërë në flak. Menjëherë sapo ka ndodhur përplasje, automjeti është përfshirë në flak, përplasja ka qenë shumë e fortë dhe e kanë pasur të pamundur nxjerrjen e trupave nga makina. Dhe në një video i cili është shpërndarë në rrjetet sociale, duket momenti që makina ka shpërthyer në flak dhe efektivet e policisë po filmojnë momentin që makina është në flak dhe është përplasur pra me betonierën dhe nuk kanë mundësi që t'i japin ndihmën e parë pra të rinjve që ndodheshin brenda në automjet. Për t'i dhënë ndihmën e parë, e cila është kryesore në një ngjarje, një aksident të rënd, duke momenti që policët janë duke filmuar makinën dhe jo nuk po japin ndihmën e parë pra të aksidentuarve, për shkak se makina ishte e shpërthyer e gjitha në flak. Është pritur shërbimi zjarfikës i fushkrues, i cili e ka pasur të pamundur nxjerrjen e trupave menjëherë nga automjeti tip Benz, i cili ishte me impiant gazi, dua ta themi, dhe më pas kanë përritur shërbimi zjarfikës si Tiranës, me ndihmën e tyre është bërë e mundur dhe shuarja e flakëve në automjetin e përfshirë në aksident dhe nxjerrja e trupave të pajet, fatkeqësisht 4 të rinjve të moshës 20 deri 25 vjeç, të cilët po udhtonin dhe po shkonin drejt banesës së tyre rreth orës 23:50 minuta. Igli, edhe diçka, 3 viktimat që kanë mbiemrin e njëjtë, Laçi, tjetri me mbiemër Kurti, lidhja mes 3 parëve? 2 nga viktimat janë vëllezër, ndërsa tjetri është kushëri, ndërsa viktima tjetër, Enriket Kurti, është i afërm dhe shok i viktimave. Faleminderit shumë. 3 viktimave të tjerë, të cilët 2 janë vëllezër dhe njëri është kushëri i tyre. Faleminderit shumë Igli për informacionin që përcolle. Faleminderit juve.